Një më ka ngordje, një para 10 ditë. Një kam të humë, nuk e di se a ka të sofë malë, diçka të mund tjetë, por situata shumë e ranë. Ishte alarmi dhënë nga fermerët në Postrip të Shkodrës se bagtitë e imta po ngordnin në masë që vojnë në lëvizje autoritetin veterinar për të kuptuar më mirë situatën. Mostrat e marra të analizave zbuluan sëmundjen e mortajës. Në këto kushte ferma u vendos në karantinë, ndërsa është bërë edhe eliminimi dhe gruposja të imtave. Nga përgjigjja e laboratorit rezultoi që në fermë kishin të bënin me sëmundjen e mortajës raminandët të vegjël. Pas kësaj, shërbimi veterinar ka marrë gjithë masat, duke vendosur fermën në karantinë 21 ditore, proceduar me masat e tjera sipas planit kontingjentës. Ndërkohë, sot bëhet eliminimi i këtyre krerave në fermë dhe bëhet disinfektimi i fermës dhe ngrit grupet e punës, ndërkohë ka dalë dhe urdhri i ministrit, i cili ndalon lëvizjen e këtyre kafshëve në territoret marrëna zonës 3 dhe 10 km që i bie Bashkia Shkodër dhe Bashkia e Mërësisë Madhe, ku nuk lejohet lëvizje e kafshëve. Ndërkohë në këtë janë dokuar lëvizjet e kafshëve nëpër tregje, nëpër thertore, në mënyrë që ndikojmë ose të parandalojmë përhapjen e mëtejshme të sëmundjes. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit veterinar mohoi faktin se mishi apo nën produktet e fermës të kenë dalë në treg. Megjithatë, ai tha se kjo sëmundje nuk transmetohet nga kafsha tek njeriu. Kemi të bëjmë një fermë të vogël, prej 18 kokë dhi, e cila nuk ka dalë në treg, as qumshi as mishi, ata janë dhi të cilat janë për prodhim qumshi dhe jo për mish. Dhe nuk ka dalë as një pikë qumësht dhe as mish për në treg ose në fabrikat e përpunimit. Shërbimi veterinar ushtron her pas here kontrolle edhe nuk ka konstatuar ferma të tjera të sëmura nga kjo. Në Shkodër dhe Malësi të Madhe nuk do të lejohet transportimi as therrja të imtave deri në dalje të zonës nga karantina.